Shikues të nderuar, jemi në javën e parë të muajit të madhruar të Ramazanit, duke e dëshiruar agjerim të lehtë, rikthehemi në emisionin Ramazanin Ku. Emision ky i cili realizohet vetëm gjatë muajit të madhruar të Ramazanit. Sonte me ekipin tonë jemi në qytetin e bukur të Pejës, ku do të përjetojmë ndjesitë, atmosferën dhe freskinë që sjell muaji i agjerimit Ramazani. Siç dihet, Peja është një ndër qytetet me trashëgimi të pastër të çmuar kulturore dhe fetare. Peja është edhe një ndër qendrat më të mëdha në vendin tonë, e cila njihet për pasuritë dhe bukuritë e saj që ka falë Zoti. Po ashtu Peja njihet edhe për ndjesinë, kulturën e traditën fetare të shtresuar ndër shekuj e ndër breza. Qytet ky që ka nxjerrë ulema të shquar, qytet i xhamive e i medreseve historike. Qytet i ngjarje të mëdha e personaliteteve të shquara që kanë bërë shumë për historinë dhe popullin tonë. Janë këto arsyet që sonte jemi në Pejë për të bashkëbiseduar me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Pejës, Mustefendi Arifin. Si dhe nga kronikat që kemi përgatitur me bashkëpunëtorët tonë, do të mësojmë më shumë se si po përjetojnë, si po kalojnë këto ditë të muajit të madhruar të agjerimit. Nderuar kryetar, falenderit për mikpritjen dhe gatishmërinë që t'jeni sonte me ne. Mirë se keni ardhur. Falenderit edhe ju që keni ardhur. Zoti ju pas pranuar agjerimin e ditës së sotme dhe po ashtu lutem që të kemi agjerim të lehtë edhe ditëve në vijim. Fillimisht të na thoni si kanë kaluar këto ditë e para të muajit madhruar të Ramazanit në qytetin tuaj. Bismillahirrahmanirrahim, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Spari shfrytëzoj rastin që përshëndes ju dhe stafin realizues të këtij programi dhe programeve tjera që po realizonin këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit. Po dhe t'i përshëndes gjithë besimtarët islam dhe t'u uroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. T'ju them të drejtën, do t'a filloja me një batut prej një xhamatliut ton, i cili natën e parë të taravive, jo të Ramazanit, taravive, kur kryen taravit e ka si batut, më thot, Hoxha Efendi, përfundoi Ramazani. Që në fillim? Që në fillim. Në fillim mu duke batut e pa kuptim. Mirë po, të e pas parasysh se sa shpejt po kalojnë ditët e Ramazanit, e ne sot veç e kemi përmbyll ditën e 5, edhe hala kemi ndjesin se është dita e parë e Ramazanit, kjo nën kupton se sa është i gjallë edhe sa janë aktiv njerëzit edhe besimtarët në muajin e madhreshëm të Ramazanit. Kanë kalu të lehta, të bukura, shpresojmë që i madhi Zot xhaleshanu të lehtësoj edhe pjesën tjetër të Ramazanit e ta kalojmë sa më mirë në razinë dhe kënaqësinë e Zotit. A na thuash sa dhe si është ndi atmosfera apo era e Ramazanit këto ditë që kanë kaluar? Ju them të drejtën, Ramazani ka vite që atmosfera në Ramazan tërësisht e ndryshon gjendjen, jo vetëm në Pejë, por në gjitha qytetet e Kosovës. Besoj se edhe ju edhe ekipi ju e keni pa dhe disponimin edhe une kam një kohë të gjatë që jam imam edhe shërbej edhe maj mend edhe përcjell vazhdimsi trendin edhe lëvizjeve, jo vetëm gjatë muajit Ramazanit, por gjatë tërë vitit, që thom drejtën, çdo vit e më tepër ka masivizim të xhamatit edhe të agjeruesve. Nuk do të thoja përmirësim, se po më duket fjalë jo adekuate, mirë po masivizim, sepse nëse flasim për një kohë, kur në këtë xhami, kur unë kam filluar si imam para 28 viteve afërsisht, kur në namazin e xumas nuk është mush komplet kjo xhami, sot dhe kemi një gjendje këtë tjetër, kur në sidomos muajin e Ramazanit, ky parafërsisht kjo xhami namazet zakonshme është afërsisht e mbushur e plot, e mos flasim për namazin e taravive e për namazin e xumas që janë masive. Mustefendi, zot një kryetar, çka e karakterizon Pejën edhe rrethin e Pejës duke gjini gjatë muajit të agjerimit, gjatë muajit Ramazanit? Jeta moderne e ka ndryshuar edhe rrjedhat edhe të Ramazanit edhe në të kalumen
po flasim të kalume për me dalë me folë sot në gjendjen të cilën jemi, maj mend që Ramazanin, edhe pse ka qenë situata në ndryshme nga jo që e maj mend, ka pas presione, viteve të 80 në qytetin e Pes kanë qenë të hapuna vetëm 3 ose 4 xhami. Tash i kemi të gjitha xhamit e hapuna, i kemi plus edhe xhamit e reja që i kemi edhe plus 3 xhamit e tjera që i kemi ndërtu, e të cilat janë funksionale në 5 kohë namaz, me imam të rregullt, xhamati i cilit prezentojnë xhami, iftarët që bëhen në për xhami, natyrisht në ato ambiente ku ka mundësi të bëhen, atmosfera, t'ju them, nëse dëshiron me hangër një iftar dikun jashtë shtëpis, ambienteve jashtë shtëpie, duhet rezervohet paraprakisht sepse të gjitha restorantet të cilat ofrojnë iftar janë të rezervuar paraprakisht për njerëzve. Ka ndryshu për të mirë në një aspekt, po për një aspekt ajo jeta edhe ambienti familjar është zbe, sepse sigurisht jeta moderne kur familjarët ose shtëpijakët të cilat e përgatisin iftarin janë në përpuna. Ju është paksu mundësia sepse deri afër iftarit janë në punë. Mirë, po kjo nuk në nënkupton që në ambientet e shtëpis nuk bëhet iftari. Për shembull në qytetin e Pes, sikur çdo kur në botë, familjet, dikush agjeron, dikush nuk agjeron, mirë, po është një rregull, besoj i mirë, të gjitha familjet, nëse vetëm një antar i familjes agjeron, darka hahet në kohën e iftarit. Që do thotë respektohet iftari edhe ai i cili agjeron, maksimalisht. Është rujt kultura, është rujt kultura e iftarit, po edhe ftesave në për familje. Është rujt, nëse nuk është ftesa për shtëpi, nuk mungojnë ftesat në për ambiente të ndryshme, sikur restorante ose vende ku shërbehet ushqimi. Tani, zotni kryetar, propozoj që të shohim një kronik të përgatitur në qytetin tuaj, sot në qendrën tuaj, nga ekipi i produksionit tonë. Ndjekim kronikën. Qytetarët e Pes gjatë këtij muaji ndjehen të lumtur. Thonë se Ramazanin po e përjetojnë jashtëzakonisht mirë. Atë e bëjnë tash e shumë vite, e po e vazhdojnë me shumë kënaqësi edhe tani. Ramazanin përjetoj shumë mirë, është një Ramazan shumë i lehtë. Unë ka herë jam me Ramazan, kështu që shumë mirë. A ke ma vështirë apo ma lehtë pas ka agjëruar dhe ma herët? Unë agjeroj për moshë 15 vjeçare, po edhe po tash ato ma ka hershme do i kom harru, e tash jo, është shumë i lehtë. Ma i lehtë se Ramazanat tjerë. Po në pejnë përgjithësi, që shën rendet? A ka atmosferë Ramazanit, solidariteti, organizimi i iftareve? Po për iftarë për të kaldoj për organizohen sa për mujnë, po në për xhabinja, në për këto teravija, në për organizohet fort mirë, po ka shumë mramjen teravi. Qytetin e Pes fort mirë. Shumica janë, e respektojnë, e ngjinojnë. Unë jam në fakultet menaxhim biznesi, Haxhi Zeka, edhe ka shumica që agjerojnë. Do të thonë niveli i agjëruesve të rinjt është mirë. Po, është nivel shumë. Atmosfera Ramazanit po shihet shumë qetë, shumë njerëz aktiva për punë, për dalje të lirë. E respektojnë shumë njerëz, sidomos ka më mirë të shtrit. Po i ndojnë më shumë. I bojnë e tualetet, peja 4 ditën e vetë. E për dikë tjetër, nostalgjia e Ramazaneve të kaluar ka qenë më mbreslënse. Peja ka qenë dikur, o tash unë edhe me të drejtën dhe s'po dalë më rami për para kur isha më i ri. Kishte një gëzim, një harre, unë dinte që ishte Ramazan. Po dhe tash, besoj që ashtu ka vazhduar qyteti Pes. Për ndër, unë po flas për mendimit tim, nuk janë ato afinitete, nuk janë ato që kanë qenë para. Mirë, po prapë po thom, me qenë prapë një farë mënyre të kënaqur edhe me këtë që e kem. Në Pej gjejmë edhe prej tyre që për ta shijuar Ramazanin kanë ardhur nga shtetet e Skandinavisë, vetëm për Ramazan. Prej Suedisë ke ardhur në Pej për me shiju Ramazanin. Për me shiju Ramazanin, bashkë për qatë mënyrë i morë që të qëthojnë. Qëthojnë se këtu ma mirë e kalon, qështë me thonë, dhe shosnia, jo me shku me fale, jo në të sedhe që të jënë, e ati të na, të gajtë gëllë,
E të ne pak ma ndryshë është muhabetit. Edhe atje është veç këtu ndryshë është, gjua jote kretë përgjësi, pa parasysh. Të jemi në emision me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame PEI, zoti kryetar ato të cilat janë aktivitetet shtesë, që Këshilli juaj, Këshilli i Bashkisë Islame i ka ndërmarrë për këtë ose i ka në proces për këtë muaj. Natyrisht fillimisht ardha e muajit Ramazanit, sikurse në çdo vend atë na është karakterizuar me disa aktivitete që i kanë parapri Ramazanit, që i kemi pas disa aktivitete. Pastaj në fillim të Ramazanit edhe fillojmë, domethënë pjesa e parë e Ramazanit, jemi kujdes që të ketë edhe pano, të cilat në qytet, të cilat e paralajmërojnë ose mirë se ardhe Ramazanit, i kemi disa pjesë qytetit ku i kemi shpërndarë ku njerëzit i shohin ato. Si janë prit këto? Janë prit shumë me kënaqësi. Bile kemi pas lavdata sepse njerëzit kanë vlerësime se disi kjo jeta moderne në ka bo me harru e po na e përkujtoni që po vjen edhe po na jep atmosferë edhe kënaqësi të Ramazanit. Pastaj përgatitjet i kemi bën gjitha xhamiat, aktivitete shtesë të cilat nga ditët e zakonshme natyrisht taravia është një proces që zhvillohet në gjitha xhamit në Kosovë, namaz i cili falet mas namazit të yatsis, po në shumicën e xhamive në qytet kemi edhe leximin e Kur'anit ose mukabelen, pastaj pjesa dërmuese disa prej imamëve e mbajnë një ders ditor tematik, ose me atë që kanë lexuar rreth Kur'anit edhe mukabeles, një pjesë tjetër e shfrytëzojnë në rastin që të zhvillojmë si besimin para namazit taravive, po disa pjesa tjetër me mbajt ligjërat shkurt e cila i sensibilizon xhamatin, të cilat natyrisht nuk janë ata xhamati taravive, nuk janë që vinë 5 kohë namaz, mirë po shfrytëzohet rasti që të drejtohen me mesazhe, me këshilla të cilat janë nevojshme për ata të cilët kanë gjetë kohën edhe kanë dëshiruar me ardhmë me bashkangjit namazit taravive. Efendi, sa xhami janë funksionale në qytetin e Pejës dhe sa janë rrethin? Në qytetin e Pejës me rrethin i kemi 28 xhami. A vetëm qytet? Vetëm qytet janë 12 xhami. Pjesa tjetër janë në fshatra funksionale. 26 xhami janë funksionale, për ashtu 2 xhami, një është jashtë funksionit komplet në Rrugovë, e cila shumë e vjetër, edhe është prej monumente më të vjetra që ekziston në treven e Rrugovës. Aty i kemi ndërmarrë disa hapa, e kemi bërë projektin, e kemi marrë lejen për Institutit për mbrojtjeve të monumenteve, edhe jemi në rrugë të mirë që me rindërtu atë xhami aty, edhe pse fatkeqësisht treva Rrugovës është zbrazë tërësisht prej banorëve. Nuk maj mend që në fshat për fshatra të Rrugovës banon dikush rezident, përveç atyre cilët kanë ndërtu shtëpi ose villa për afarizme që kujdesen për. Ndryshe banor rezident nuk ka. E kemi edhe xhamin tjetër në Drelej, e cila hapet vetëm ditën e xumah. Për mos me lanë të mbyllën si xhami, ne organizojmë edhe imamin, edhe disa xhamatli, të cilët ditën e xumah shkojnë edhe hapin. Përndryshe, këto 2 xhamia janë më pak aktive, thash ajo është e mbyllur për shkak se është gjysmë e rënuar, ajo tjetra nuk ka banor rezident, po shkon imami edhe e hapi vetëm ditën e xumah. Ndërsa xhamit e tjera, të gjitha janë të hapuna, ndërsa xhamit e qytetit janë të hapuna 5 kohë namaz. Ndërsa xhamit e fshatura varet prej imami se ku jeton, sepse një pjesë të mirë të imamëve nuk i kemi prej fshatit ku janë imam, prandaj edhe kanë problem me prezentu në 5 kohë namaz, mirë po në muajin e Ramazanit, edhe ata maksimalisht dalin në kohët namazit edhe zhvillojmë si besim me gjeneratat e reja. Tani propozoj nderuar kryetar që të shohim një deklarat kryemamit tuaj për jetën fetare që zhvillohet dhe një kronik nga aktivitetin xhamite juaja. Ndjekim kronikën. Pejën gjatë një dite Ramazani e karakterizojnë aktivitetet të shumta. Xhamit gjatë kohës së namazit duken të mbushura, e me njerëz të cilët shfrytëzojnë muajin e bekuar për pranimin e lutjeve. Inshallah Allah i nash problem tonëve me agjerim, inshallah na pranon Allahi muaj i beguar, bereqet muaj i bereqetit,
dashurisë që 43 vjet agjeroj. Po, alhamdulillah. Inshallah na mëson u pet, inshallah na pranon Allahi agjerimin, shëndetin, lumturi, suksesit tonë gjithë në shënëve, në botës. Atmosfera është e shkëlqyeshme, pra jemi në muajin e madhëshëm të Ramazanit, dhe tani siç dihet besimtarët i përkushtohen më shumë edhe faljes namazeve, siç e patë edhe ju vetë, pra ishte një atmosferë e mirë dhe kishte xhamat mjaftueshëm. Qysh po duket atmosfera e Ramazanit në Pej? Shumë e mirë, shumë e mirë. Bashkë Zotë edhe kohë na ka marrë mirë, po kem rast me vizitu xhamit, me kry obligimet tona, inshallah Allah i me pranon. Këtu në xhamie aktivitetet, a janë njëjtë sikur para Ramazanit apo në Ramazan ka edhe shtesë aktivitete? Ka edhe shtesë për arsye se sa më shumë jemi duke vrejtur edhe rinia ka ardhur, edhe po mbushet, elhamdulillah po mbushet. Ti personalisht ç'është përpërjeton këtë Ramazan? Shumë bukur, shumë bukur. Gjatë ditës, imamët po ashtu janë të aktivizuar me ligjërata të ndryshme. Aty u shpjegohet për parimet e besimit, e veçanërisht mbi vlerat e Ramazanit. Për aktivitetet dhe organizimin e jetës fetare në Pej, na tregon më në detaje kryemami Enes Efendi Goga. Sikur çdo Ramazan, por edhe ky Ramazan ka filluar jashtëzakonisht me një atmosferë shumë impozante, mjaft premtuese. Gjithandej atmosfera e Ramazanit vrehet qoftë në për lagjet e qytetit, qoftë në për shtëpit tona, qoftë për rreth xhamive, qoftë për rreth furrave, qoftë për rreth restoraneve, por gjithandej ka një atmosferë Ramazani ku njerëzit e përjetojnë dhe kënaqen me këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Kryeimami tregon se pjesë e rëndësishme e aktiviteteve gjatë këtij muaji është edhe mukabelja. Në qytet kemi 8 xhami ku lexohet mukabelja, lexohet gjuzi i Kur'anit. Kryesisht orari është para namazit të kohës së drekës, por kemi edhe xhami që e kanë edhe para namazit të ikindis, sikur që kemi edhe 3 xhami ku menjëherë posa të përfundon koha e syfyrit, fillon leximi i gjuzit deri në kohën e namazit të sabahut. Qytetarët kanë mundësinë që në periudha të ndryshme kohore gjatë ditës, në disa xhami të Pejës, të ndjekin leximin e Kur'anit, hatmen. Ky lexim i përbashkët në shumë prej xhamive bëhet edhe në shoqërinë e mysafirëve zëmbël, që janë të adresuar enkas për këtë adhurim. Në fund, imami i xhamis bën komentim telegrafik të asaj që u këndua, kështu duke u rifreskuar me energji për pjesën tjetër të ditës. Po kthehuni edhe lexoni surën An-Nisa, edhe do të shihni sakt se çfarë rregulli, çfarë mbrojtje, çfarë drejtësie në trashëgimi, po edhe në shkurorëzim, edhe në ndamje i ka dhënë i Madh Zot xhaleshanu xhenis femnore. Më pas, dita vazhdon me aktivitete të mësim besimit. Aty fëmijët vinë për të mësuar mbi besimin, Kur'anin, historinë, hadithin e shumë të tjera. Fëmijët këtë e bëjnë me shumë përkushtim. Kohën e mësim besimit e presin me padurim. Fëmijët me shumë entuziazëm interpretojnë mësimet që kanë mësuar gjatë këtyre mësimeve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Imami i kësaj xhamie tregon se puna që e bën me fëmijët është shumë e këndshme. Në muajin Ramazan, gjithsesi para namazit taravih është bën një traditë tek ne që të zhvillohet një mësim besim. Unë zakonisht dal diku gjysore apo më tepër më herët dhe zhvillojnë mësim besim, gjërat elementare, disa mësimet bazike për fe dhe ndihemi lumtur ku pas një kohë, ku më thonë hoxhën kom fillu të ti ndoshta unë i harroj edhe nuk i mbaj mend gjithë, mirë po është një atësi me të vërtetë. Themi në bashkëbisedim me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame në Pejë, zotëri Mustafa Efendi Arifaj. Zotëri kryetar, a na thoni, a ka shtim xhamatit në xhamit tuaja gjatë muajit Ramazanit?
Sa i përket xhamatit, thash në fillim të bisedës tonë se nuk jam i prirë me bë analiza, po e përcjell gjendjen e xhamatit sepse vetë gjendja që jam imam kohë gjatë, më ka bërë që me ndjek trendin e rritjes apo mungesës xhamatit. Ka rritje xhamatit vazhdueshme, edhe pse fatkeqësisht migrimi e ka bërë vetën, regjistrimi i fundit pejen e ka vënë prej qyteteve në cilët mas tepër kanë emigruar njerëzit. Do të thonë prej regjistrimit të fundit deri në këtë registrim dikon përmi 30.000 banor është kur qyteti 5 me rrethin. Megjithatë, me gjithë këtë mungesë të njerëzve edhe migrimit, xhamati në xhami vazhdimisht vjen e shtohet. Mund të themi lirisht, unë nuk muj, po flas personalisht edhe shumica prej imamëve nuk muj me përcjell, me njoft xhamatin, sepse çdo ditë kemi fytyra të reja. Çfarë është struktura e xhamatit? Struktura e xhamatit në Pej, mendoj ndoshta edhe në Kosovë, është kryesisht rini. Është për çudi na mungon plest veç jon ata të cilët mungohen natyrshëm, sepse ata që jetojnë gjatë edhe janë më afër vdekjes jemi të gjithë neve, mirë, po pjesa e më shumë, ata është natyrshme që kanë me mungu, na mungon ajo pjesa e mesme. Kur them pjesa e mesme, ndërsa dominante është në të gjitha xhamitë dhe në të gjitha xhamatet është dominante rinia. A keni ndonjë aktivitet veçantë për këtë muaj për të rit? Mos i keni pranimin? Sigurisht, iftarat e shumta që organizohen prej xhamateve, prej xhamive, sepse gjithë secila xhami mund të them lirisht çdo natë 2 ose 3 xhami organizojnë iftare. Në iftare marrin pjesë shumica e xhamatit, po edhe të ftuar tjerë, të cilët janë vetëm agjerus, nuk është patjetër në iftaret tona me marr pjesë vetëm ata të cilët falen, po pjesa dërmuese janë ata të cilët janë agjerus, edhe imamët, gjithë secili prej tyre kujdeset që të mos jetë iftari vetëm ushqim edhe të shpërndahen. Po ftohet një imam tjetër për një xhamie, ose kryimami, ose kryetari, ose ndonjëherë ndodh që të jetë musafir një imam për një këshilli tjetër, i cili e mban një ligjërat të shkurt me një mesazh të cilin duhet u përcillet atyne njerëzve. Natyrisht, viteve të kalume edhe këtë po mvaret prej mundësisë e cila po na jepet, kemi pas edhe planifikojmë nëse na jepet mundësia me pas edhe ndonjë aktivitet tjetër, i cili do të ishte ndonjë ligjërat ose ndonjë eveniment i cili kishte me pas për qëllim ose sensibilizimin e kësaj rinie dhe këtij xhamati, po edhe me informu njerëzit për aktivitetet të cilat i ka Këshilli i Bashkisë Islame dhe Bashkia Islame në përgjithësi në Kosovë. Në vazhdimsi, do më thonë, e kemi, po shpesh herë varet, po në varet edhe prej kohës edhe prej mundësive, sepse prej densisë dhe intenzitetit madh të iftarave dhe të ftesave që kanë të gjithë imamët, ka njëherë po është dhe e pa mundshme me organizu një diçka që del jashtë kësaj konture, mirë po kemi edhe aktivitete, nështë zbohet tepër me përmend, kemi departamenti i grus edhe e cila veç e kanë pas një ligjërat ditën e hanë, e cila është fokusuar më shumë në gjinin femrore, ligjërat tematike në cilët kanë marrë pjesë edhe për departamentit grave, po zakonisht kujdesen që me vete me pas edhe ekspertë të fushave ndryshme që takon brengave dhe çështjeve që lidhen me gjinin femrore. Ju si Këshilli i Bashkisë Islame, keni ndërmarrë diçka për kategoritë nevojë që të ndihmohet gjatë këtij muaji? Këshilli i Bashkisë Islame natyrisht ka vite që ka hapë edhe degën e Bereqetit në Pej. Pastaj në kuadër degës Bereqetit funksionon edhe kuzhina Bereqeti, në cilën cila është në funksion cila është në funksion për të varfërit edhe të nevojtarët. Kuzhina Bereqeti funksionon 6 ditë në javë. Në ditët e zakonshme jashtë Ramazanit ju jepet shujt e nxehtë përmi 200 vetave në ditë, në çdo ditë në drekë. Ndërsa gjatë muajit Ramazanit
ju jepet në iftar, njëjta shujt, të njëjtve nevojtar ju jepet në iftar. Mirë po, gjatë Ramazanit, intenziteti i iftareve shtohet më tepër, i kemi disa, nuk do t'i quaj enklava, po i kemi disa vende ku komunitetet jetojnë edhe janë shumë në varfën, në muajin Ramazan, përveç asaj të zakonshme që shtrohet në kuzhinën Bereqeti, ata vullnetarët edhe djemë që kujdesen për hoxhallarët, që kujdesen për Bereqetin, shkojnë edhe në për teren, ku ju shojnë iftarë në për shumë vende, pastaj aty kemi edhe marketin, mund të them ashtu, i Bereqetit, ku njerëzit vinë dhe furnizohen me ushqim, me ato nevojat të cilat natyrisht ata që ka nevojë, po dhe s'ka aty brenda marketit. Ndoshta shpesh herë këto pakot që shpërndahen janë të kufizume me parashikimin e dëshirën e dikujt, ndërsa ky market e ka një plus tjetër, sepse nevojtari vjen e merr atë që i duhet, atë që i mungon. Do thonë nuk merr vetëm me marrë me çun shtëpi, po e merr atë që i duhet. Edhe natyrisht këto shpërndarje e pakove, të cilet qytetarët edhe bizneset janë shumë të interesuar këtë muaj të Ramazanit, të cilet i sjellin te Bereqeti, ndërsa në përmes Bereqetit natyrisht i kemi edhe kategoritë, i kemi edhe listat, kur themi i kemi, i kanë ata kujdestarët ose përgjegjësit e Bereqetit, të cilët në koordinim me Këshillin e Bashkisë Islame edhe në vazhdimsi shpërndahen. Domethënë nuk shpërndahen vetëm ushqime, shpërndahen ka program të barnave, shpërndahen barna për nevojtarët, për smut kronik, disa prej tyre. Angazhohet që të jeni në mbështetje të nevojtarëve me gjitha format e mundshme. Sigurisht, do të thonë gjatë dimrit janë shpërnda dru për djegje për nevojtarët, janë shpërnda stufa për ngrohje, pastaj veshmbathje e ngjashme, do të thonë kemi pas raste kur kemi ndihmu dhe kemi përkrahur në ndërtimin e shtëpive, rindërtimin do të thonë Bereqeti nuk është i kufizuar vetëm në një branshë ose në një drejtim, po të gjitha mundësitë që i kemi edhe që na ofrohen, natyrisht na mundohemi ju përgjigj nevojtarëve, të cilët fatkeqësisht nuk janë pak në këtë kohë. Zoti ju ndihmoft atyre, po efendin momenti kryesor i agjerimit është iftari. A në ato si duket qyteti juaj, peja në vaktin e iftarit? Do t'ja nisi para iftarit. Kur them para iftarit, është një lëvizje e jashtëzakonshme e njerëzit. Nuk do thoja të lëvizje, po më duket fjalë e pa vend, po një lëvizje e jashtëzakonshme ku të gjithë shpejtojnë me shku në shtëpitë e tyre ose me shku aty ku janë të ftuar në sofrën e iftarit. Pastaj, mas iftarit ose mas ezanit, mbretëron një qetësi mund ta krahasosh me orët e vona të natës. Kur njerëzit të gjithë janë në shtëpitë e tyre, thash, është ajo tradita e mirë ku edhe nëse nuk agjerojnë të gjithë anëtarët e familjes, të gjithë janë rreth sofrës së iftarit edhe darka shërbet në kohën e iftarit. Pastaj, mas namazit, mas një kohë edhe mas namazit taravive, fillon prapa ajo gjallëria sikur të jetë piku i ditës. Besoj, sigurisht edhe ju edhe ekipa ju e keni pasur çfarë gjallëria është mas namazit taravive, kur qytetarët dalin edhe për vizita, që janë të ndërsjellën qytetin e Pejës, është traditë me i vizitu për Ramazan edhe me i uru për Ramazan familjarët, shokët, miq, dashamirët, sikurse që shkojnë me i uru për Ramazan ose për Bajram ose për një festë tjetër. Efendi, potencuat edhe ma herët, po do t'ja bëj pyetje ma specifike tani. Ramazani është muaj që i ruan ato, që i riaktualizon raportet ndërnjerëzore. A kultivohet ende në qytetin e juaj tradita, e thatë ma herët, për që e urojnë një tjetrin, po tradita e organizimit të iftareve, si që ka qenë ma herët, që të thirret miqësia, të thirret familja, të thirret shokët. E kam fjallën për ambiente familjare ma shumë. Unë e përmenda ma herët, po nuk bëhet tepër me përsërit edhe një herë, këtu, në qytet, po dhe në rrethin,
urohen për Ramazan, sikurse për fillimin edhe Ramazanin, sikurse të jetë Bajrami. Do të thonë, njerëzit kujdesen me shku, me vizitu familjarët, miqtë dhe dashamirët, edhe me ju uru për Ramazan. Të paktën me i pa. Me i pa dhe me uru për ardhen Ramazanit. Pastaj, thash, vazhdojnë traditat familjare, natyrisht iftaret familjare, sepse shumica e njerëzve pregadisin iftarën shtëpit e tyne për familjet e ngushta, por nuk mungojnë edhe musafirt. Nuk mungojnë musafirt. E thash ma heret, kjo jeta moderne pak e ka zbe këtë aspekt. Mirë po, nanën tjetër e ka nxit, për shembull, prej bisedave që bisedoj me njerëz, është e mirë, është pozitive, se plot firma që punojnë dhe kanë mesin e punojnësve, kanë njerëz që agjerojnë për hatër tyne, pronarët e plot firmave organizojnë iftar për stafin edhe ata agjeruesit. Do të thonë, kjo është një risi që në të kalumen na kemi pas telashe, për shembull kur disa firma ose disa organizata i kanë ndalu punëtor për namaz. Gjatë sistemit monist kjo ka qenë. Po dhe ma vonë fatkesisht, deri një kohë. Po tash, kjo ka ndryshu fatmirësisht, pozitivisht, ku për shembull plot firma që i kemi informacionet që kanë hapë me zgjidhen ambientet e punës për namazlit, edhe organizojnë për shembull për punëtorët e turnit 2 ose 3, organizojnë iftarin, organizojnë syfyrin. Dhe më thonë, kjo është një risi që na bën mu gëzu shumë. Unë kam disa raste kur mrena Ramazanit, për shkak të respektit, duhet me prezentu ku një pronar i një firme të caktuar organizon iftarin me punëtorët e tij, edhe natyrisht për respekt dhe me pas edhe hoxhën i cili ka me përshëndet me xhlisin edhe ka me marr pjesë. Do të thonë, nëse në kuptimin familjes është zbe për shkak thash jeta moderne ka bot veten, po vazhdon bile njerëzit shpesh herë nuk kursehen edhe me humb diçka prej punës edhe prej kohës, vetëm që me qenë në ambientet familjare për iftar, po dhe me pas të ftuar. Ju jeni kohë gjatë të imam, më intereson në ruhet ende, se po thoni që është zbe pak, organizimi iftareve në familje. Aftohen ende imam që t'jenë të pranishëm në iftare në rrethet familjare? Apo ka kalu në stadin e imamët publike? Imamët janë të ftuar, unë e flas me përgjegjësi të plot. Shumica, mos të gjithë imamët, gjatë muajit Ramazanit e kanë mall me boj iftar me familjet e tyne. Janë gjithmonë të ftuar mesin e xhamatit, bile jo vetëm një ftesë. Mrena natës për një iftar kanë më shumë se një ftesë. Kjo është punë e mirë, kjo tregon se njerëzit e kanë kuptuar çështjen e iftarit, se iftari nuk është thjesht veç ushqim, po është përfundimi i një pjesë të ibadetit ose një ditë të ibadetit agjerimit. Prandaj janë të kujdesshëm që imamin ose një imam prej imamëve cilin do ose më shumë se një imam me i pas prezent në mënyrë jo vetëm të kalohet vetëm me ushqim, po t'jetë iftari edhe t'u jepet rasti, edhe atyre që marrin pjesë iftare, po edhe imamëve që ta kenë një imam të përcjellin një mesazh te ata të prezent, po edhe këta tjerë të mos dalin për aty thjesht me një ushqim edhe të shkojnë shtëpitë e tyne pe marrë një këshill cilin kishin me barë të familjarët e tyre cilet natyrisht se është e pamundshme me qenë prezent gjithku në për iftare. Atëherë të ndjekim kronikën që bashkëpunëtorët tonë kanë përgatitur për kitazim me përgatitjen e iftarit pikërisht në kuzhinën humanitare këtu në Pejë. Ndjekim kronikën e kthehemi në emision. Në kohën e iftarit në sheshin e Pejës mbizotron një heshtje. Pejanët kryesisht çastet e iftarit i kalojnë në shtëpi pranë familjes, të bashkuar rreth tryezës, duke pritur ndezjen e kandilave e thirrjen e ezanit. E dikush tjetër duke pritur për të siguruar pitajkat e veçanta të Ramazanit. Ndërkohë, dikush tjetër po kujdeset që ushqimi të mos i mungoj askujt, as personave që nuk kanë në kujdesje askënd.
Shoqata Bereqeti në Pej organizon iftare për njerëzit në nevojë përgjatë gjithë vitit, por me delikatesë këtë e praktikojnë në Ramazan. Kryetari i shoqatës Ermir Gega na tregon detajisht në lidhje me aktivitetet e kësaj shoqate e në veçanti rreth iftareve në pikën e Bereqetit në Pej. Në muajin e mëdhshëm të Ramazanit, shoqata Bereqeti karakterizohet me një ndryshim të orarit të ushqimit që i bëjmë për njerëzit të cilët kanë nevojë, të cilët janë të varfër dhe të cilët kanë kërkesa të shumta këtu. Për 300 persona përgatitur ndonjëherë më tepër, 300-350. Gjatë muajit të mëdhshëm të Ramazanit edhe shpërndajmë edhe në Dardani, Cigë dhe në disa fshatra përreth, i çojmë ushqim do thotë për Ramazan. Ekipi ynë përcolli sot nga afër përgatitjen e ushqimit në pikën e Bereqetit. Zonja Sanie përgatit ushqim për 10 qindra persona çdo ditë. Por fakti se me këtë veprim ajo shpreh altruizmin e saj, e bën që të mos e ndjej lodhjen as pak. Ne gjendem në kuzhinën Bereqeti në Pej. Ne përgatisim iftarin për çdo natë dhe tash ja kemi nisë pites. Kse këtu, kjo piten, tu e kemi qitë me pjekne, në kilogram shkon gjez, në margarin, edhe në shmang, edhe jemi tu e përgatit. Këtu tash e kemi pilavin, këtu shkojnë 3 kila oriz, 200 gram perime, këtu i kemi kaqikat. Këtu, për çdo natë përgatisim, tash në 2 tepsinja i kemi kaqika, këtu kjo është çorbë me kumpira. Me kumpira kjo bëhet me viget, me mesh. Me mesh bëhet kjo. Kështu duket një sofër modeste e një dite Ramazani gjatë iftarit në shoqatën Bereqeti. Themi në bisedë me kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Pej. Efendi, ju jeni, për pas që jeni imam këtu që më shumë se 2 dekada, që një kohë jeni edhe kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Pej. E njeni mirë jetën, organizimin e jetës fetare. Më interesat di, dhe është me interes të dim, çfarë dimensione shtesë marrin aktivitetet fetare gjatë muajit Ramazanit? Ne, si imam edhe si Këshilli Bashkisë Islame, natyrisht janë aktivitetet e zakonshme që i kemi, po Ramazani është e shton volumin edhe të punëve, po edhe të aktiviteteve. Unë i përmenda disa prej aktiviteteve në fillim, i përmenda, beso shpesh herë, kur ulemi me bo një lloj vlerësimi ose një lloj me pas se çfarë ka ndodhur, çuditemi edhe na vetë se sa kemi pas aktivitete dhe sa kemi pas në xhamatet tona. Llogaritë çdo imam, aktiviteti i tij në xhamatin e tij është i lloj-llojshëm. Sepse prej aty në përgjigjeve që duhet të jepim qytetarëve në kuptimin e ftesave për ndonjë rast të zakonshëm, që është zakonshëm ose të zakonshëm si doni, pastaj iftareve, do të kthehen atë iftaret atje në përfshatra, në shumicën e fshatrave ende ruhet tradita që hoxha me uftu në ambientet familjare, ku bëhet iftari. Do të thonë edhe pse në disa raste prapë edhe fshatrat për shkak sepse po them iftaret kanë filluar të bëhen më masive. Nuk janë ato iftaret për shembull kur i ka ftu 10-15 njeriu në shtëpi e ka pas edhe imamin. Tash iftaret janë as masive sa që mund të flasim për qindra, është vazhdimisht flitet për qindra njerëz në një iftar, po shpesh herë, një herë ose 2 herë gjatë muajit të mëdhshëm të Ramazanit mund të flitet edhe për 1000. Një iftar që tu bën 1000 njerëz. Prandaj po them të vetë shtimi i volumit të iftareve, prezenca, e shton edhe punën e imamëve në teren edhe përgjegjësve të cilët janë për jetën fetare, që mendoj deri diku edhe po ja dalim mban, për arsye se nuk ka eveniment që organizohet në kuptimin e iftareve ose ligjeratave dhe që nuk është dikush për imamëve cili merr pjesë dhe e jep kontributin e tij. Prandaj volumi i punëve nëse krahasohet
me edhe obligime, me ditët e zakonshme, nuk mund të krahasohet asnjëherë sepse vetë Ramazani është i tillë, sepse i ka obligimet të cilat dalin prej agjerimit të taravive, pastaj edhe vullneti dhe gatishmëria, unë do t'i kisha falendëruar të gjithë imamët dhe përgjegjësit të cilët me të vërtet kanë gatishmëri dhe vullnet që këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit me shfrytëzu maksimalisht që t'japin diçka prej vetes, po dhe t'i ofrojnë këtij xhamati i cili po them për ditë e më tepër po bëhet më masiv në xhamit tona. Efendi, përveç ibadeteve tjera, ibadeteve të rregulla gjatë muajit të agjerimit, gjatë muajit të Ramazanit kemi shtesë dhe namazin e taravive. Si qëndron puna me namazin e taravive këtu në Pejë? T'ju them të drejtën, namazi të taravive në xhami ku është mëson ishte plot xhami. Unë mund të them lirisht se këtu xhami ku ishim mësonte është një prej xhamive që ka xhamat ndoshta mesatar. Tjerat xhami kanë edhe më shumë. Kemi xhami për shembull të lagjeve, të cilat janë xhami edhe me emën në Pejë, të cilët nuk kanë kapacitet mjaftueshëm për me përballu numrin e atyre që vinë namazin e taravive. E që fatmirësisht janë shumica e xhamive në qytetin e Pejës. Shumica e xhamive lajme të mira kam edhe prej fshatrave ku namazi i taravive është ka bëhet masiv. Ku parafersisht shumica e xhamive namazin e taravis janë të mbushura. Edhe kjo është një ndër nimetet që ofron muaji Ramazanit. Sigurisht, sepse ata njerëz, unë them ata njerëz që vinë namazin e taravive nuk mundesh me gjetë namazet tjera. Prandaj edhe ne si imam edhe si Këshilli i Bashkisë Islame i kemi vu detyrë vetit që jo me shfrytëzu rastin, po atyre njerëzve të cilët kanë ardhur vetë, janë afru në shtëpijet e Allahut, spaku me i përcjell me ka një mesazh i cili, sepse është e natyrshme çdo njeri që vjen në xhami ka me përcjell atë që ka shef dhe s'ka ndëgjon familjen e tij, na jemi të kujdesshëm që çka përcjellim te këta xhamat, ata e përcjellin në shtëpitë dhe familjet e tyre, që ai mesazh ka me mbri gjithkund nëpër xhamatin ton. Prandaj edhe imamët janë edhe të kujdesshëm, po edhe janë shumë të interesuar që këtyre njerëzve mos me lanë me ardhë e me hyje me dalë prej xhamie sikur se një vizitor i zakonshëm, po me një veten se janë pjesë e xhamatit, e xhamis, po edhe asaj që ka flitet edhe këshillave të cilat ata e kanë emanet mi përcjell të familjet dhe shtëpitë e tyre. Atëherë të njëkëm një kronikë që kam përgatitur bashkëpunëtorët tonë në xhamit e Pejës kohën e namazit të teravive. Netët e Pejës përgjatë këtij muaji fisnik janë më të gjallëruara. Heshtja e ditës do të kompenzohet e dyfishuar gjatë natës. Namazi i teravive është ëmbëlsia e këtyre netëve të bukura për një pjesë të madhe të besimtarve, apo siç shprehen ata, ajo shërben për dëlirësinë e zemrave të tyre. Namazi i teravis ka kuptim shpirtëror, po mendon spari, masandej gjithë duat që i bojmë Allahin në këtë muaj të madh të Ramazanit, inshallah, na ka pranuar përsa to mundohem këtë muaj të madhënishëm të bëjmë sa më tepër ibadet. Ndihmon Allahin me ngjinu me krejt nimetet e mira, me tonat mira të dynjes. Ziqa me tonë ka shumë të mira, po mi ngjesh zorësht. Në Pejë përgjithësi, çush është atmosfera për namazin e teravis? Pejë ma bukur s'bën hiç. Me Pejë asnjë qytet Kosovë nuk është ma bukur se Peja. Hiç. Kënaqësia e madhe bën që përkundër moshës të e harrojnë edhe lodhjen. Kur njeri me pikat, kur falësie nuk ka, jo një orë, dhe 2 orë, 3. Ma i pare vi, ma i mami dalës. Falësh rregullisht të Ja, mashallah, fort mirë. Kundra viteve janë shumë shkëlqyeshme. Këtë atmosferë të teravive po e shijojnë edhe fëmijët e vegjël. Ata shprehen të kënaqur që ndjekin me besnikëri rrugën e drejtë të paraardhësve të tyre, dhe se qëllimi i tyre është arritja e kënaqësisë së krijuesit. Jam që shkeni kalu së në teravi? Mirë. Shumë mirë. Sa rekate i keni falë? E krejt i keni falë. A falin i rregullisht të kjo xhami? Po.
Sa kënaqeni kur të faleni? Kënaqna shumë se edhe gjyshi o falë rahmeti pa spirti, e më kam mësu mu falë krejt. Që? Unë e baj për Allahun, për me shkun xhenet. Për me shkun xhenet për Allahun. Themi në bisedë me kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Pej, nderuar efendi, ka biseda me ju, pasandaj nga kronikat e bashkëpunëtorëve tanë mundum që të paraqesim atë ndjesinë e qytetarëve të Pejës gjatë muajit të Ramazanit. A keni diçka për t'i shtuar ju, që unë s'u kom pyet e që vlen të potencohen këtë rast? Unë mendoj se në pikat shkurta dhe në vija trasha i përmenem një pjesë të atyre aktiviteteve, besoj se edhe kryimami, edhe imamët, edhe i keni pa me ekipet e juja, disa prej aktiviteteve, aqë sa keni pas mundësi t'i arrini, po të thëmë drejt me përfundim, me ardhen e fundit Ramazanit, ka edhe aktivitetet tjera që shtohen ma tepër, sepse fillon edhe aksioni i tubimit vitrave, zeqatit, edhe natyrisht një pjesë e mirë edhe imamve e kanë atë pjesë ku janë ma tepër të përkushtuar për shkak se janë edhe kërkesat e xhamatit, se është funi Ramazanit, është finalja e madhe, të cilën edhe imamët, edhe xhamati, edhe të gjithë janë të interesuar se me i dhonë një finish të mirë edhe të dëshiruar ashtu që shka të gjithë, të shpresu se këto ibadete, këto aktivitete ta kenë mri mas pari qëllimin të cilat janë, sikur se është ibadeti i agjerimit, për dhe gjitha aktivitetet që me ju ofrua dhe me ju dhonë xhamatit, ndoshta jo krejt aty çka kanë nevojë, po një pjesë të asaj me cilën ata janë të etur, ta ndërgjojnë edhe ta shijojnë gjatë këtij muajit të madhëshëm të Ramazanit. Efendi, cili është mesazhi juaj për besimtarët e Pejës, po dhe ma gjerë për këtë muaj? Mesazhi im është mesazhi i Ramazanit, të cilën vetë Ramazani e jep. Të jemi besimtar të përmbajtun, të cilët do ta kemë shpresën në faljen edhe shpërblimin e Allahut Rabbul Alamin, gjithmonë duke e rujt hërmetin ose shejtnin e agjerimit, sepse agjerimi është një prej ibadeteve kulminante në cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka porosit, ai i cili e agjeron këtë muaj me besim plot, edhe me shpresën në shpërblimet e Allahut xhallashanu, do t'i falen të gjitha mëkatet të cilat i kanë parapri muajit të madhëshëm të Ramazanit. Prandaj mesazhi im për gjithë ata që agjerojnë, edhe ata të cilët i bashkangjiten ndërkohë karvanit të agjeruesve, agjerojnë edhe të arrujnë hërmetin apo shejtnin e muajit të madhëshëm të Ramazanit edhe të agjerimit si ibadet. Vendi ju falenderoj për shpjegimet tuaj, për kohën tuaj dhe për gatishmërinë tuaj. Falenderoj gjithashtu dhe gjithë ata që kontribuan për realizimin e këtij emisionit, e ju shikues të nderuar, mirëmbëjtje deri në emisionin e radhës.